Përshëndetje miq edhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video do t'ua shpjegoj një recetë fantastike e cila bëhet shpejt, lehtë dhe është shumë ekonomike. Recetën e plot ndiqeni në vazhdim, mos harroni të shtypni butonin like dhe subscribe. Për këtë recetë na nevojitet një vezë e cila paraprakisht ka qëndruar pak në temperaturë dhome. Vezën do ta rahim mirë përpara se të shtojmë përbërësit e tjerë. Tani, këtu do të shtojmë 100 ml me vaj. Do të shtojmë një gotë të çajit me kokos. Shtojmë një gotë të çajit me sheqer pluhur. 10 gram sheqer vanile. Shtojmë 250 gram gjalp të shkrir, por gjalpi duhet që të jetë ftohur përpara se ta vendosim tek masa tjetër. Të gjithë këto së bashku do t'i përziheni mirë dhe pastaj do ta shtojmë miellin. Tani un kam përdorur 700 gram me miell, por ju gjithmonë do ta kontrolloni brumin. Pra do të duhet 700 gram ose 750 gram. Shtojmë dhe 10 gram me pluhur për pjekje. Do t'i përzijem këto, pra unë fillimisht shtova vetëm 600 gram të miellit, tani do të shtoj edhe 100 gram të tjera, pra si që ju thash, miellin do t'a kontrolloni varësisht sa do të duhet. Brumi duhet të dalë në këtë formë i butë, pra nuk duhet që brumin ta mbledhim top, duhet që të na dalë brumi kështu i butë. Tani në këtë tasën që e kishim gjalpin, do t'i lijem pak duart dhe do ta formojmë brumin toptha. Dhe na nevojitet edhe një thik për t'u dhënë një formë më të bukur. Dhe tani, sa herë që do të formojmë topthat e vegjël, do t'i lijem duart me vaj ose me gjalpin. Tani masinë e topthave, kjo varet nga dashira juaj se sa doni ju që t'i bëni të mëdha. Unë për vete i kam bërë pak më të mëdhaja, por ju mund që t'i boni edhe më të vogla, vetëm se ju duhet një tepsi më e madhe. Dhe kështu i formojmë topthat, duke i lirë duart vazhdimisht me vaj ose me gjalp. Në këtë formë, ua japim me thikën një formë më të bukur, dhe kështu do të vazhdojmë me të gjithë pjesën tjetër të brumit. Dhe pasi që i formojmë të gjithë topthat, do t'i fusim në furrë të nxehtë në 200 gradë Celsius për 20 minuta gjithmonë duke i kontrolluar. Për shërbetin na nevojiten 500 gram me sheqer dhe 500 ml me ujë. Në qoftë se nuk keni njësi matëse për të matur ujin, atëherë fillimisht shtoni sheqerin dhe pastaj uji duhet të teprojë mbi sheqer rreth 1 gishti. Në këtë formë. Dhe masa është perfekte. Tani do ta vendosim në zjarr dhe do ta lëmë që të fillojë që të vlojë. Dhe nga momenti që do të fillojë që të vlojë, do të vlojë 5 deri në 7 minuta. Ma shumë mos e lejoni sepse do t'ju trashet shumë. Kjo lloj ëmbëlsire e do shërbetin pak më të hollë. Dhe tani, dhe ëmbëlsira është pjekur dhe do t'ja shtojmë direkt shërbetin. Pra, shërbeti është më i nxehtë, ndërsa ëmbëlsira është më e ftohtë. Përpara që ta konsumoni, duhet që të pushoj afërsisht 1 orë deri në 2 orë. Dhe ëmbëlsirën e kemi gati, siç e shikoni ka dalë tepër e shijshme dhe e butë. Për recetat më të reja, ndiqni kanalin tonë në YouTube, Kuzhina e Rahimes. Shtypni butonin subscribe dhe faleminderit që na ndiqni.